ato. Edhe ata që i bëjnë lek për shku atje, kanë kismet madh për të pijet burimin e Zemzemin atje. Për shku atje ku filloi Ibrahimi a.s. Edhe gjithë pejgamberët e Zotit, edhe te mas atyre. A e kupton me çfarë grupi je? Bashkë në grupin e xhenet livet, të zgjedhurve të Zotit xhelel xhelaluhu. A e dini që i kanë njerëzit, se nuk ngel për lek ajo. I kanë njerëzit me thas lekt. I njëri mund të ketë 100 banga, se di se ka bje qabje. Mund të ketë 100 banga, nuk e njeh ç'është zakati. Pra me i dhonë, me i ba mirë dhe ati tjetëri. Po vetëm litarin, vetëm bombat, vetëm bje, shkatroje pasurin, shkatroje jetë në ty në tjerëve. Po ka dalë. Se të dalësh për para Zotit xhelel xhelaluhu. Edhe pejgamberi në këtë natë i pa xhenem lit. I pa, edhe xhenet lit. Vallai në këtë natë i ka pa. Edhe erdhi pra, edhe atë shtratin siç e ka lënë në zet e ka gjetë. Imagjinoni, pra ne kemi grada të nalta imani. Pse besojmë që ka kryer miliarda kilometra, që as i shkencë në botë nuk mund të numëroj, edhe s'ka për të arrit deri ditën e gjykimit shkencë me e gjetë sa ka hec pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse sot thonë ata, kemi hec, s'ka që kemi shkuar me atë planet, lej planetet. Lej planetet. Kë fuqi e Zotit xhelel xhelaluhu. Kë ai që ka kriju planetet. Sa miliarda mirë dhe e gjetit në zet. Edhe ku që sekreti i disa shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose nga mirësitë e mirazhit. Pra, ajo kënaq me Zotin, ne na kënaqem me namaz. A keni vënë kur falen vëllai? Sa i kënaqje mas namazit? A mund ta realizoj kush atë kënaqësi mas namazit? Po i numërojsha, Zoti mi pranon inshallah. Edhe ju bëni llogari për veten e juaj mas xhumoje. Shkojnë rreth 48 vjet. Namaz. Edhe ka i herë biles aty në shtëpi, e kom marru namazin, pritër i minut, se e fala, se edhe mosha pak të shenë, jo se e pas e shfal, shife. Pra, kredi jeta namaz, 28 vjet, Zoti e pranon të shabë, herë me të meta, herë ashtu, po, aji do të na falë, në mëshiroj edhe për shkakun e netit madhë që kemi. Edhe qërnodhjet, është mirësi tjetër e mirazhit, dulën ca musliman nuk e besu. Keni parasysh, kanë qenë si musliman të sotshëm, me 2 fytyra. E kuptoni? A nëse nuk kanë keq në me shku në xhami, mirë është. Kjo është ai 2 fytyrë. Në pas shkova s'ka ndonjë problem burr. A nisa atë ju ke përkushtuar gjithë jetën atyre gjonave të kota, të atyre qafirëve të ju ke përkushtuar gjithë jetën. 3 muaj, më thot i person, më ka shku vit i ri, të u bë përgatitje. 3 muaj. Edhe dolen për i feje këtu. Si ishin ba, pa këshin hynë falzo. Ja, i dhe, s'ka mundësi të këtë shkuaj nalë. Edhe të gjenë 2 shekën zetë. Leqe herë të kishin problem nga Meka, në mes Gjithil Aksa herë dhe. S'mund të realizohet dhe, lërë. Jo, ti ku thonë dhe, mbi qelna, të sritë, mbi arshin, të kallava dhe, lërë, s'bot fjallë dhe. Pa edhe këtu tha kjo distancë. Ka ndalë të pëtë njerëzit rrugës, ore, si kini qenë filan orë, filan vend, se ju të regoj pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, disa gjona timda, sa karvane me deve, sa trektar, kishin rajgjon, njoni e kishtë atë katrove në ujtit atje, tjetëri kishtë ato qesat ati maton, disa po hajshin buk, kretja kalzoj gjatë rrugës, ata ka ndalë do i pëtë, se s'kishin iman, nuk i besojshin, pra pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, edhe u pastru, po që mirësi e madhe. Mirësi e madhe. Edhe kjo ka ndodhur rreth 1 vit para se të largohen nga Meka. Se mas i viti atëherë erdhi ai periudha e hijretit, që quhet largimi nga Meka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë muslimanëve. Të gjithë. Pra vëllezër let na shërbej. Mos e leni këtë dhuratë madhe që na erdhi nga mirazhi, nga Israja dhe mirazhi, që është namazi. Po njëkohësisht besoni fuqishëm. Kur i kanë shkuar një njeriu të vetëm, Ebu Bekrit Allah me shiro.
se ata e kishin pikën, tha nëse thëhet Ebu Bekri, apo nëse s'beson ky, thon, atëherë e mallkojmë këtë njeri. Me vrap, sa po ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa po ka fal sabahun, edhe ju ka tregu kështu thot kom pasur në çudi dhe mrekulli. Ata shkuan tek Ebu Bekri. Ora i shoku jot, i thon. Shoku jot. E përdorin edhe sot këtu. Po. Kjo në fjaleron, fjale keqe. E përdorin për njëri tjetrin këtu. Edhe mua më kanë thonë, ai shoku jot. Pra, ai që vjen ke xhamia, se i joti nuk është, ha? Te ke bën dalje te. E pra mos harrose ti veten ke bën dalje. Kur thuaj shoku jot, do të thonë i atyre xhamis është ai. Nga ata. Kush janë ata? Që kanë kuptuar se kush është Zoti, që i bëhen sejdë Zotit. Kanë kuptuar se kush ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai është. Ai shoku jot thon. Po folca çudinë sonë, ka hik nga Mekka në Mesxhidil Aqsa, me vrap në Mekë, ka udhëtu kështu, ka ardhur shpejt, ka fol me Zotin e xhenetin e xhehenemin e gjithë ato, qielli i parë, qielli i dytë, ka taku pejgamberët e Zotit, ju ka dhënë selam, ka fal namaz, ju ka për imam. E shumë, se nuk numëron. Tha, a i ka thonë ai, unë i besoj dhe. Vetëm të ke ndalë nga goja ati e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe unë i besoj. Po dhe ne vëllezër i besojmë, sikur me pas nallë mëram. Për Zotin, fjalë për fjalë, ç'a është regjistru, ne i besojmë sikur ka ndodhur mëram. E çfarë tregon kjo për ty e për mua? Që i ke besu ati ajeti që e përmendëm, elledhine yu'minune bil ghaib. Ata janë të cilët i besojnë fshehtës, s'ka diskutime, dhe besojnë edhe çarsolli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë a ka rrugë tjetër, a ka vend tjetër për ty, bashkë me mua inshallah, që t'jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin e lartë, si shok. Forcojeni imanin, mos e harroni këto data. Inshallah ne do të mundoni të japim informacione, pa keni sa të dush për këtë çështje, por ajo që është më e rëndësishmja, këtë dhuratë të madhe që ja dha ti dhe pjesë e kësaj dhurate jemi edhe ne për faljen e namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, miraxhi i besimtarit është namazi. Do të thonë me fal namaz, i e ke Zoti. Mos na ndaf Zoti nga imani, nga besimi në të dashurin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por mos na ndaft edhe nga namazi. Ela ina sanal kalam wa ablaga nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quriya al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.